Kryeministri Edi Rama ka edhe 72 orë kohë për të shmangur një padinë arbitrazh nga Bexhet Pacolli lidhur me aeroportin e Vlorës. Kreu i qeverisë ka shmangur çdo koment lidhur me përplasjet e krijuara mes kompanive MAPCO të Bexhet Pacolli dhe Dya Group të Valon Ademit, ndonse situata ka penguar përfundimin e punimeve. Përplasja ndërmjet Bexhet Pacolli dhe Valon Ademit ka nisur në vjeshtën e 2025-s për administrimin e vijas. Palët kishin firmosur një kontratë notariale, sipas së cilës pjesa e Dya Group do të rritej nga 2 në 49%, por kjo kontratë nuk u regjistrua në QKB. Dya Group ju drejtua gjykatës, e cila fillimisht bllokoi veprimtarinë e MAPCO në asamble. Ndërkohë, javën e fundit është krijuar një situatë pa precedent, ku nën kontraktorët që operojnë në aeroportin e Vlorës nuk lejohen të hyjnë në kantier, ndërsa siguria private dhe policia e shtetit her pas here detyrohen të krijojnë garde për të shmangur përplasjet e mundshme. Paraditën e së hënës është përsëritur e njëjta situacia ajo e 5 ditëve të fundit, ku punonjësit që janë kontraktuar nga MAPCO e Pacollit nuk arrin të hyjnë atë që e konsiderojnë si pronën e tyre. Ndërkohë, Bexhet Pacolli ka zgjedhur të reagojë në rrjetet sociale, teksa akuzon institucionet në Shqipëri se po veprojnë në kundërshtim me ligjin, duke mbrojtur padrejtësinë sipas tij. Shkaktar për këtë turp është dikush që pa turpshëm tradhtoi besimin që kishte për mbi 18 vjet e dikush tjetër që punoi për llogaritë të dikujt. Sot aeroporti i Vlorës është faktikisht i bllokuar me mbi 50 inxhinier të MAPCO-s, të cilët prej 6 ditësh gjenden në një gjendje të ngjashme me burgim. Ky veprim i jashtëligjshëm fatkeqësisht po mbrojt nga policia e shtetit shqiptar, shkruan Pacolli në një reagim të fundit në rrjetet sociale. Ai është në vijim të shumë reagimeve të ditëve të fundit, ku më jashtë prishte ultimatumi që i ka vendosur institucioneve, indirekt kryeministrit Edi Rama, për t'i dhënë zgjidhje situatës brenda 28 majit. Në të kundërt, çështja do të kalojë në arbitrazh. MAPCO i kërkon shtetit shqiptar që deri më 28 maj 2026 të garantojë akses të menjëhershëm për të mbrojtur në kantier për MAPCO dhe stafin e tij, të ndalojë përdorimin e policisë për përjashtimin e investitorit kryesor, të sigurojë lirinë e lëvizjes dhe kushtet bazike për punonjësit dhe specialistët, të ruajë provat, të zhbllokojë pajisjet kritike në dogana, të mos njohë efektet e njoftimeve të kontestuara të datave 14 dhe 21 maj 2026, si dhe të organizojë një takim urgjent institucional me MIE, NJZP, Autoritetin e Aviacionit Civil, Alp Control, Inxhinierinë e Pavarur dhe BKT. Në mungesë të përmbushjes së këtyre kërkesave deri më 28 maj 2026, MAPCO paralajmëron nisjen e arbitrazhit ndërkombëtar kundër Republikës së Shqipërisë, sipas traktatit dypalësh të investimeve Zvicër-Shqipëri dhe ndjekjen e të gjitha mjeteve juridike të parashikuara në marrëveshjen e koncesionit dhe në ligj. Theksohet në deklaratën publike, kompania pretendon se është përjashtuar plotësisht nga kantieri dhe nga kontrolli real i investimit, ndërsa akuzon firmën 2A Group se po tenton të marrë kontrollin faktik të projektit përmes një administrimi të kontestuar të shoqërisë Vlora International Airport. Sipas kronologjisë së paraqitur nga MAPCO, më 14 maj 2026 është lëshuar një njoftim për ndërprerjen e marrëdhënieve të ndërtimit, të cilin kompania thotë se e ka refuzuar zyrtarisht më 16 maj. Nuk dihet nëse deri më 28 maj do të ketë ose jo një reagim nga institucionet apo Edi Rama, por duket se çdo ditë që kalon i afrohet afatit që Pacolli ka vendosur përpara se t'i drejtohet gjykatës së arbitrazhit. MAPCO pretendon se vlera ekonomike e vënë në rrezik nga ky bllokim i punimeve periudhë nga 250 deri në 350 milion euro. Kjo do të thotë se nëse çështja përfundon në arbitrazh, Shqipëria rrezikon një faturë të kripur, edhe pse sa herë humbet gjyqjet qeveria, dëgjojmë kryeministrin të deklarojë se nuk do të paguhet asnjë shumë. Përplasja mes dy biznesmenëve dhe kompanive respektive që punuan në aeroportin e Vlorës gjithashtu është vendosur edhe në institucionet e drejtësisë. Dosja në fjalë është marrë nga Prokuroria e Tiranës, që po kryen hetime, ndërsa ademi i Dya Group ka depozituar edhe në gjykat një padi lidhur me një kontratë kredie në shumën e 100 milionë euro që MAPCO ka marrë nga fondi Delfos.